وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم أما بعد. Ndërruar vëllezër besimtar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas përfundimit të disa ligjëratave që pasën në lidhje me kurbanin dhe rregullat e kurbanit, do të flasim disa ligjërata tash në prej sotit të tutje për fikun e gjumos. Për atë të kushtojmë disa ligjërata me lejnë Allah Azza wa Jall, namazet e gjumos, ditës gjumo, qëllimeve të këtij namazi, vlerës namazit gjumos, dispozita e faljes namazit gjumos, rregullat e faljes namazit gjumos, veprat pëlqyera ditën e gjumo, veprat ndaluara gjatë namazit gjumos dhe gjërat tjera që kanë bojnë pro me këtë temë. Është obligim javor dhe besimtarët shumica i dinë rregullat, por ka njerë të dashur vëllezër realiteti ose gjendja ka njerë të disa xhamat sikur aludon se disa prej besimtarëve ose nuk e din rregullat e gjumos, dispozitën e namazit gjumos, obligueshmërinë e namazit gjumos, ose s'dojnë me ditë, e disa prandaj edhe nuk e falin hiç, e disa që falin i vrejnë që nuk i respekton sa duhet dhe çish duhet rregullat e pjesëmarrjes në namazin e gjumos. Tridhjetë vjetë. Gabimet janë evidente, të mundshme, sepse jemi njerëz dhe secili mundemi me gabu. Amo në vazhdimsi mi përsërit të njëjtat gabime çdo herë, çdo gjumo, duke mos ndryshuar asnjëherë, kjo kallëzon që ose s'pedina, ose s'pëdojna me ditë. Por edhe si pjesë ligjërata që kemi për fikun, do të flasim për këto tema pra që kanë bëjnë me namazin e gjumos dhe rregullat e namazit e gjumos. Fillimisht dashur vëllezër, Allah Azza wa Jall ka caktuar disa tubime të përbashkëta të besimtarëve. Kohët, farzët, namazet ditore për burra. Namazet ditore dashur vëllezër, qëllimi është që me i grumbullu banorët e lagjës, të rrethet më të mburë që janë në xhamis. Vjen gjumoja pastaj që me grumbullu, me afru banorët ose besimtarët një rreth pak më të gjatë. Po kjo është tubimi javor. Dhe është tubimi hala më i madh, i cili grumbullon besimtar edhe të fshatrave dhe lagjeve dhe të përreth, edhe më tepër ajo është tubimi i bajramit cilin e kalum tash. Andaj njëri prej objektiva të namazit gjumos është që të forcohet lidhja mes besimtarëve. Edhe ne këtu në xhami, me shumicën
për juve jemi njohur pikërisht përmes xhamisë dhe namazit xhumës. Pra kjo është një qëllim objektiv madhor dashur i faljes së namazit të xhumës, që të forcohet lidhja mes komunitetit, lidhja mes besimtarëve, lidhja mes burrave të lagjit dhe të fshatit qytetit të kështu me radhë. E kjo shumë është më rëndësi, që të forcohet lidhja mes nesh, të njihemi më mirë, pastaj këtë lidhje dhe këtë të bëjmë ta shfrytëzojmë edhe për të mirat tjera të komunitetit që ndodh për shembull, një vepër jashtëzakonisht e mirë që ka bëhet në ditën e xhumës është që shpesh herë organizohen edhe aksione humanitare për me ndihmu, për me përkrah, për me ble vakëfe kështu me radhë. Është një objektiv madhore që Allahu Azza wa Jalla ka parapo, e ka legjitimu dhe e ka obligu për besimtarët që spaku një herë në javë, gjatë javës, ta ndajnë një orë që të bohen në xhami edhe për mu falë, por edhe për mu taku, mu njoft e kështu me radhë. Prej objektiv dhe shumë po ashtu të namaz xhumës është edhe përmendja Allahut Azza wa Jalla. Madhërimi, përmendja kështu. Andaj Allah Azza thot në ajetet që flet për xhumën, wa idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah. O ju që keni besuar, kur ta ndëgjoni ezanin e xhumës, pra ditën e xhumës, fas'au ila dhikrillah. Shpejtoni me përmendje Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra kjo është qëllim dashur objektiv për objektivat të xhumës është përmendja Allahut Azza wa Jalla, respektivisht adhurimi dhe madhërimi i tij. Këtë do të pas kujdes që besimtari më mundu që këtë ibadet, këtë adhurim javor me kry mënyrën më të mirë që zemra e tij me përmend Allahun para se me përmendë gjuha. Disa besimtarë është vëzër, përkundër që është adhurim javor, pra vetëm një herë në javë, koha me vështirësi e kry gjumon. Dhe me pas mundësi, me mujt me xhel në xhami dikon që e kry gjumon sa më shpejt që është e mundur, kishin me shku. Njëherë një aftë, zemra ka nevojë të shkëzër. Njëherë ka nevojë shpirti më shkëput pak prej dunjallahut. Më shkëput pak prej dunjallahut. Sepse dunjallahu në ka rrokë për para. Ndoshta themi që jo, por realitetet tregon ndryshe. E Zoti ka dashur që premten xhumon besimtari mundol pak për dunjas. Jo me nol këtë punën, po bile që të kohën e xhumos, mja kushtu xhumos. Edhe me shku në xhami pak më herët, edhe mu përgatit mirë, edhe me pastrim, edhe me rroba, edhe me parfum, edhe mu ullë sa ma safin e pa që ka mundësi, edhe me qëndru si pas rregullave që shdohet në xhami, e kështë më rëndy që sa ma shumë me e përmend Allah në respektivisht me e qunë në vend qëllimi që Allah Azza wa Jalla për to në ka duhu. Andaj është prej objektivave të namaz dhe xhumos, është përmendja Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse shpërblimet
e këtij namazi janë padyshim të shumë të dashur vëllezër. Fillimisht Allahu Azza wa Jall e ka emërtuar një sure të tërë në Kur'an me këtë emër. Suratul Jumu'a, kaptina e Gjumos. Dhe në këtë sure ka fol për rëndësinë, po dhe për disa prej karakteristikave që i ka, rregullave të saj dhe veprave që duhet me pas parasysh besimtari. Ajeti qartë që të tregon për rëndësinë që ka Gjumaja, këtë Allahu Azza wa Jalla, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au. Kur ta ndëgjoni thirrjen e zonit ditën e Xhumë, vraponi. Ato ku falet, ku përmendet Allahu, pra ku falet Xhumaja. Vraponi. E Allah nuk thret diçka që nuk është me vlerë dhe me rëndësi. Nuk ka thonë veç kryne, si obligim, veç heqën e qofë, heqën e gojle, që që kanë disa barë, me rëndësi, me shku dikun në barë që atje, edhe me telefon me ne, dejt e krynë, imam e rinë telefon. Deri sa të krynë imam i hydben rinë disa në telefon. Deri të bëhat i kabeti, halo qyrë në telefon. Edhe tani pret shpërblim, pret udhëzim, jo vëjdashë. Namazi i Gjumës është shaira, është simbol i fesë. Është simbol i fesë. Mundet mos me të pëlqy hoxha, mundet më vanu hoxha, po të s'ket bëjmë ato. Ti shkon në xhami, ule në xhami dhe bën dhikr. Nëse s'ka pëlqy e kështë më radhë. Pra ti madhërimin që ja bën namazit Gjumës, kësaj kohë ja bën për shkak të madhërimin ndaj Allahut. Dhe lidhja e respektit Gjumës është lidhja në Allahun Azza wa Jall. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Allahu të kush i madhëron simbolet e Allahut, kjo është pjesë e devotshmërisë Allahut. Nuk ka simbol më të fuqishëm të prej simboleve të fesë tonë se sa Gjumaja. Është simboli i njohshmërisë, po dhe i forcës së fesë që kemi, i bashkimit, unitetit, e kështë më radhë. E me shku në Gjumë, dhe mos më ja kushtu Gjumës, përmendjes Allahut, dhikrit, tesbive, istighfarit, as një minut, dhe me lajt në telefon, ose me bo muhabet, deri të bëhet i kameti, kjo është humbje. Kjo është humbje. Kjo është në kundërshtim me ata që Allah Azza wa Jall po dënë prej këtij namazi. O vllazën kurbani, Allahu ka thonë: "Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Nuk më shkon te Zoti as mishi, as gjaku i kurbanit. Por kush? Devotshmëria. Pra nëse nuk ndikon ibadetin në shpimin e devotshmërisë, të ibadetit, respektin ndaj krijuesit, ka të mundesh me therë deve. Një personi ka parat e therë një deve. Ka therë ku ban të madhë, pa nëse në zemrën e ti nuk ka respekt ndaj Allahut, e ka të ka. Edhe personi që vjen më falë në Gjumë, dhe nuk është në gjendje, ose si vjen me roj stikfare, me thonë, me roj salavate, me përmend Allahun gjatë qëndrimit në Gjumë, vjen në xhamin ndoshta herët, dhe bën muhabet deri boti kameti, ose qëndron në telefon deri sa të fillon në falë farzi. Jo, Allah. Jo, dhe dashëm.
Ky nuk është namazi për çka Allahu na ka thënë. Fas'au ila dhikrillah. A mund në vllazimin e alta telefona? Pas këna pas hejme para sa me thonë 15 vjetë, 10 vjetë në ashta jenë. S'këna pas hejme. S'këna pas hejme. Ose muhabet, ose s'ko se ndin knacin e pjesëmarrjes në xhumo. Veç me shku me kry. Andë do shëllëzër, prej objektivave të xhumos, nuk është veç me shku me kry me hjek qofe. Wallahi Allah s'ka nevojë për një namaz ti. S'ka nevojë. Por Allahu po thotë, kur të ndëgjën e zonën vraponi, ato ku përmendet Allahu, pra me përmendet Allahun, me dëpërtu në zemër, mushtu dashnia për Allahun. E për dinin e kështu më radhë. Dhe nëse xhumoja nuk ndryshon të besimtari, se ndryshon gjendjen e tij, ajo xhumo të shëndezër është e mangët. Pra, prej synimeve që i ka kjo ligjërat, ose kjo seri, ne është për sfjegimin e rregullave të xhumos, ka shumë rëndësi, dispozitën e falës namazit xhumos, ka shumë rëndësi, a është mirë me falë xhumon, a është farz e prerë me falë xhumon? Ka dallim. Është mirë me falë, pra nëse kina e punë diçka të tërë, bën me lanë, pas bën me lanë xhumon. Njerëz po caktojnë dorsma, kanagjeqa, vode, fjoluse në vakë xhumos. Musliman. Është një me ditë rregull dhe me ditë cila është rreziku i mosfaljes xhumos pa arsye. Ajo vjen në gjërat e radhës. Nëse xhumoja nuk na permeson, nëse xhumoja me Allahun lidhet s'na i forcon, nëse xhumoja prej të këqijave s'na largon, nëse xhumoja me njëri tjetrin nuk në afron, dine se nuk jemi duke falë xhumon që flet. Si jemi duke falë? Ajeti është kur të shkoni në xhumo, fas'au, vraponi, sot është e kundërta. Me shku ka dal deri në momentet e fundit. A me dal e këna rrotulluar jetën. Kur dini prej xhumos, nani nuk po ata jeti ashtu. Kur shkoni në xhami, pra jo me shku të ngotë vrapuse, nuk është qëllimi dhe s'bën me shku ashtu. Qëllimi është me kuptu rëndësinë që e ka pjesëmarrja në namazet e xhumos. Kur Allahu thotë diçka fas'au, vraponi, o besimtar do të më qenë kujdes se kjo punë është e madhe dhe shumë e rëndësishme. Andaj mundohu me shku në xhami, edhe më knaq, edhe më përmisu, edhe më ndryshu madje me shku në xhami ku të knaqe zemra. Ka besimtar që në shkojnë tjetër qytet me falë xhumon për shkak se i pëlqen ligjërata dhe përjeton xhumon. Dhe kjo është mashallah. Dhe ka besimtar që shkon tjetër në qytet e falë, vetë se për falë më shkon. Dallim i madh është. Dallim i madh është me shku me një xhami që të knaqet zemra dhe me shku të një huët të një xhami që vetë se për falë më shkon. S'pa në zgote, që pa pantalit për shkona në kofe, mas xhumos.
Gjumaj është vëzër, është shëira, është simbol i fesë. Gjumaj duhet andaj, subhanallah, i ka kushtu rëndësi i feja shumë rregullave të gjumas. Ditës gjumas. Përgatitjes për namaz gjumas. Veshjes për me shku namaz gjumas. Ka ndalu disa gjëra vetë që besimtari sa ma shumë me qeni koncentruar dhe me përjetu namazin e gjumas. Dhe ka urdhëru ose ka bothiri që besimtari mu veshje, mu rregullue, mënyrë që krejt kjo me shku në respekt dhe madhërim të kësoritë respektivisht të këti namazit të madhë. Po ju që keni besuar, kur të ndëgjoni thirrjen pra azanin e ditës së xhumë, fes'au ila dhikrillah. Vraponi aty ku përmendet Allahu wadharul bay' dhe lënë shitblerin, lënë tjera të punë, lënë mosën, lënë të gjitha. Kohë gjumos, besimtarit duhet me ndërprej. Përveç disa profesione që ndoshta kërkohet që me qenë nuk bën më ndërprej, ajo atë në raste, atë në përjashtime. Dhe Zoti ka bot të lirime ose ka rregullat të veçanta për atë raste. Për ndryshe, puna, dyqani, marketi, shitoria, biznesi, mbarshja, ndërtimtaria, jo me lëshu me falë punëtorin, kjo s'vjen shpreja me nalë, po duhet kaj punën me nalë. Kaj punën duhet me nalë. Burrat musliman, po, e gratë është jetë e marrë. E kjo të regon për rëndësinë që e ka namazit gjumos. Pasaj të shkëzër ka disa hadithe që Profeti sallallahu ka folë për vlerën e namazit të gjumos. Thot Profeti sallallahu që dita më e mirë që e shëndrit dielli është dita e gjumos. Në këtë ditë është kriju Ademi alayhi salatu wassalam. Ose është kriju Ademi. Në këtë ditë është futur në xhenet. Dhe në këtë ditë subhanallah është nxjerrë nga xheneti. Dhe nuk do të ndodhë kiameti përveç se ditën e gjumos. Dita më e mirë që ka shëndrit dielli po atë Profeti sallallahu është dita e gjumos. Dhe në këtë ditë ka ndodhur dhe do të ndodhin këto ngjarje të mëdha. Pastaj ka thënë në një hadith tjetër, as-salavatul khams, pas kohët, pas namazit ditore, wal jum'atu ila al-jum'a, dhe gjumoja deri në gjumon tjetër, i fshin me katët që janë bon mes tyre, duke i përjashtu me katët të mëdha. Pra e pastron besimtari namazit gjumos dhe namazet tjera ditore, përveç mëkateve të mëdha, ato nuk i fshin gjumoja. Ka mëkatet e mëdha i dini, disa prej tyre janë përmbledhur në hadithe, disa hadithe të ndryshme. Megjithatë besimtari do të më qenë i kujdesshëm. Allahu azza wa jalla na mundësoft
dhe në dhashtë sukses e bereqet që disa ligjerata me radhë para gjumos po t'ja kushtojnë pikërisht fikhu të gjumos, duke sfigu rregullat, ahkamet, dispozitat që kanë bojnë me namazin e gjumos, po edhe me ditën e gjumon në përgjithësi. Zoti në rrugë.